Një projekt për rikthimin e ish-internatit Kosova në Krum të Hasit është dorëzuar pranë Ministrisë së Kulturës. Godina, e cila më pas shërbeu si muze e qytetit, u doq plotësisht më 27 mars të vitit 2020, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme materiale dhe historike. Sot bashkia synon restaurimin e plot të ndërtesës dhe rikthimin e saj në një qendër kulturore dhe atraksion turistik për zonën. Bazuar në fotot e vjetra kemi bërë projektin e muzeut dhe kemi dërguar në Ministrinë e Kulturës për financim, sepse ne nuk kemi kushte të mira financiare si bashki që ne përballojmë investimet të tilla. Sipas kreut të bashkisë Has Meftar Dauti, pritet të ngrihet një grup pune për mbledhjen dhe dokumentimin e materialeve historike me qëllim pasurimin e fondit muzeor. Ky muze ka pas dhe ka historinë e vet, sepse ky ka qenë edhe prefekturë e hershme, ka qenë internati Kosova, dhe këtu kanë dalë shumë koka që kanë qeverisur Kosovën. Rikthimi i godinës konsiderohet një domosdoshmëri për ruajtjen e kujtesës historike dhe për forcimin e identitetit kulturor të Trevës së Hasit.